Kërkesave të opozitarëve për të mbledhur Këshillin e Sigurisë, presidenti Bayram Begaj u përgjigj duke dhënë arsye se pse nuk është e domosdoshme. Nëpërmjet një reagimi zyrtar, institucioni i presidentit të Republikës shpreh se Këshilli i Sigurisë është organ që informon kreun e shtetit për masat konkrete dhe për deklaratën e ambasadës amerikane për rrezikun e sulmave iraniane në Shqipëri, Begaj shprehet se është duke u informuar nga institucioneve pjesëmarrëse. Presidenti i Republikës vijon komunikimin me institucionet përgjegjëse për sigurinë publike dhe kombëtare, të cilat janë në koordinim dhe bashkërëndim të vazhdueshëm me partnerët tanë, si dhe në krye të detyrës për përmbushjen e detyrimeve të tyre kushtetuese dhe ligjore. Po kur janë rastet kur ka ndodhur të mblidhet ky organ? Këshilli i Sigurisë Kombëtare përgjatë viteve të fundit është mbledhur disa herë, madje edhe nga vetë Bayram Begaj, që nga nisja e mandatit të tij presidencial, Begaj e ka thirrur 3 herë këtë organ dhe të treja lidhen me sulmet kibernetike nga grupet e hakerave të mbështetur nga Irani. Edhe pasardhësi i tij Ilir Meta gjatë ushtrimit të mandatit e thirrri disa herë këtë organ, për shkak edhe të fatkeqësive që përfshin vendin, si tërmeti nëntori 2019 dhe pandemia COVID-19. Por për të fundit herë që Meta e mblodhi këtë këshill, ishte në pranverën e vitit 2022, kur Rusia nisi agresionin ndaj Ukrainës. Këshilli i Sigurisë Kombëtare ka qenë gjithmonë organ që ka trajtuar çështje sensitive, pasi në brendësi të tij janë jo vetëm titullarët e shtetit, por edhe drejtuesit e agjencive të inteligjencës.